Qëllimi Ermalo këtu është shumë i thjeshtë. Qëllimi është lodhja e Debat Plusit me mu edhe largimi jam për Debat Plusit. Qëllimi është presion të Ekrem Luka, Ekrem Luka presion të Ermal Panduri, Ermal Panduri lirim së mundë me të marrë mo. Se këta budal menojnë që dritarë, unë e kom edhe u kry. Kretë ideja që tu, ky person i cili thot se që ka ndonë në Debat Plus është skeme organizume nga lartë Ekrem Luka, këtë duhet me nga të regu në qëfar lloj skeme ka qenë me Ekrem Lukën që ka marrë pjesë 15 herë në Debat Plus. Se me që nuk pas ka formë tjetër të realizimit Debat Plusit, përveç se me inxhiniering, këtë duhet me dalë publikisht dhe me nga të regu qëfar inxhinieringi e ka pru këto 15 herë që tu. Okej? Po këta, a di ku e kanë hallin? Këta e kanë hallin se unë jam bisni individ i cili bën diçka krejt thjesht. Nuk ju tutet. Këtyne si nuk ju tutesh i qarmatos. Para me në, një strukturë tanë shtetërore, mytë të ankue në njeri.